kur ka vënë disi në lëvizje Partinë Demokratike me këto takimet në terren me qytetarët edhe me gjithë strukturat e kësaj force politike. Po pikës pari, si e sheh këtë lëvizje të zotit Saliani, i cili për hir të vërtetës ditën e djeshme ka deklaruar në një intervistë se nuk ka për qëllim të marrë Partinë Demokratike dhe drejtimin e saj. Si e sheh ti këtë lëvizje dhe a është kjo një lëvizje që do të mund ta dëmtojë ose një goditje e dytë kjo që i jepet Partisë Demokratike pas asaj të parës me zotin Basha? Nuk është si goditje që jepet Partisë Demokratike. Goditjen Partisë Demokratike ka dhënë Sali Berisha. Ai e ka kthyer Partinë Demokratike në një klub interesash private, personale, familjare dhe e ka reduktuar këtë parti nga 750.000 vota në 500.000 vota. Me gjas që të shkoj akoma dhe më tepër, më keq dhe në dukje me protestat cilat nuk mbledh shesh as 200-300 vet. Kjo, kështu që çdo lëvizje që bëhet për të ndryshuar Partinë Demokratike, për të reformuar Partinë Demokratike, për të ndryshuar dhe lidershipin e Partisë Demokratike, gjë që akoma nuk duket tek kjo lëvizje, do ishte një lëvizje për të transformuar Partinë Demokratike, për ta kthyer atë në një forcë e cila është vërtet një alternativë qeverisë siç ka qenë dikur, pra për ta ngritur aty ku ajo ka qenë. Pra e gjithë çfarë dukej në pamje të parë, në kohën kur zoti Berisha u rikthye në drejtimin e Partisë Demokratike, pra që u duk sikur bëri bashkimin e gjithë atyre fragmenteve të copëzuara të kësaj force politike, pas ka qenë një fasado, ose diçka që nuk ka funksionuar ashtu siç dukej, sepse të pakënaqurit kanë qenë të shumtë brenda kësaj force politike, po thua? Shiko, të pakënaqur në këtë forcë politike kanë qenë për shkak të rezultateve, për shkak të 2 mandateve rresht të humbura. A ka ardhur tani pas zgjedhjeve të 11 majit? Dhe në fillim, pra, pakënaqësit me zotin Basha. Pastaj sigurisht ka pasur të pakënaqur për shkak se kanë pretenduar më tepër dhe nuk kanë marrë aq sa kanë mundur etj, ose sa kanë dashur ose kaq sa kanë pretenduar etj. Por përçarjen pastaj e krijoi zoti Berisha me luftën që ai nisi brenda lloj, me sulmet që ai nisi brenda deputetëve, me përdorimin e mediave të tij personale, mediave të tij private për të sulmuar deputet, politikan apo edhe njerëz, madje edhe analistë, duke përfshirë edhe njerëz si puna ime, janë sulmuar egërsisht nga falangat e zotit Berisha, nga media e zotit Berisha, nga strukturat e zotit Berisha për të rimarrë Partinë Demokratike. Pra mënyra se si zoti Berisha sulmuar edhe ju për qëndrimin që keni mbajtur? Patjetër që po. Patjetër, me gjitha mjetet, me meme, me karikatura, me shpifje, me akuza, me çdo gjë, me linçime. Domethënë, të gjithë njerëzit që ishin kundër zotit Berisha u sulmuan sepse zoti Berisha çfarë bëri nëpërmjet shantazhit që ai përdor publik, kërkon të kërcënojë të gjithë ata që ka kundëra që të qepin gojë dhe ai të mund të uzdurpojë siç ka bërë gjithmonë. Dhe këtë po bën tani duke sulmuar Salianin, pavarësisht se ai nuk e ka sulmuar akoma të paktën deri tani. Tani, Saliani është armik i popullit në thonjza i Partisë Demokratike dhe i zotit Berisha pas kësaj lëvizje që ka bërë? Po, tashmë po bëhet. Nga hero që ishte para një jave, tashmë po bëhet armik. Dhe madje zoti Berisha sot dje sulmoi, duke thënë që ky po punon për interesa private, për interesa të dyshimta, që lë të kuptohet sikur janë interesat e Tiranës, dhe të cilat përveç kësaj po mashtron demokratët. Ai tha që falenderojnë demokratët cilët nuk ranë prej mashtrimit. Pra, ky heroi i djeshëm që bëri burg Partinë Demokratike sot bëhet mashtrues dhe dëmtues i partisë. Në çfarë po i mashtron demokratët? Po sipas zotit Berisha po i mashtron demokratët se po ju thot disa të vërteta demokratëve, sepse për zotin Berisha e vërteta është mashtrim. Domethënë, nëse ti thua që Partia Demokratike është keq, që Partia Demokratike nuk po tërheq vota, që Partia Demokratike nuk ka respektuar votuesit, militantët e vet, nuk ka respektuar primaret, që ka vendosur njerëz pa aft në krye, që nuk mbledh dot njerëz shesh. Pra thuash gjithë këto gjëra që ne i themi për ditë, këto për zotin Berisha me sa duket janë mashtrim. Dhe nëse i bën këto, ai thotë që po i bën jashtë strukturave, sepse ti duhet i thuash këto vetëm në praninë e uqeve të zotit Berisha, të cilët në përmbledhje e tij të vënë me shpatulla pas murit. Pra ky është koncepti. Zoti Berisha ka një problem të madh në mënyrën si bën politik. Bën një politik të pravambetur, një politik njësoj si në Partinë e Punës, themi, se kështu kanë bërë Partinë e Punës. Kush ngritet zërin për një, jo kush ngritet, por kush mendoi se mund të mendonte diçka, i turreshin falangat, strukturat, e sulmonin, e linçonin, derisa e çonin në burg. Berisha nuk të çon në burg, po thjesht të nxjerrë nga partia dhe të përdor mira mekanizma linçues, mira mekanizma shpifës, me akuza të lloj-llojta, me fantazira, me teori konspiracioni, dhe ti bësh armik i popullit.
ky është mentalitet dhe ky mentalitet trashëgohet në mënyrë ekzemplar, në mënyrë themi drastikisht problematike tek breshistët, të cilët e përdorin sulmin dhe shantazhin publik si mjet kërcënimi për të mbyllur gojën atyre që duan të thonë disa të vërteta. Dakord, po, unë do doja të fokusoheshim pak te kjo, çfarë zoti Saliani ka marrë përsipër ta drejtoj të themi, ose ta bashkë drejtoj edhe me zotin Ali Mehmeti dhe emrat të tjerë shumë të rëndësishëm që kanë dalë nga radhët e Partisë Demokratike. Më thuaj diçka, çfarë beson se do të mund të ndodhë, ose cili është qëllimi në vetvete, me sa ti ke mundur të lexosh i kësaj lëvizje të zotit Saliani dhe jo vetëm, dhe pastaj apo e dëmton, unë e ribëj dhe një këtë pyetje, më the pak më parë që zoti Berisha apo e dëmton, po në këto kushte, këto zërat kundër brenda familjes madhe siç është Partia Demokratike e cënojnë, e dëmtojnë akoma edhe më shumë këtë forcë politike në raport me majorancën e cila përris vërtetës ndodhet po ashtu në një situatë vështirë? Ka dy gjëra që do të kemi parasysh. Pikë pari, nuk mund të cënohet një organizat apo një parti thjesht sepse dikush thot disa të vërteta apo thjesht se dikush ka një mendim ndryshe dhe e shpreh atë. Nëse një parti një krizë politike krijohet brenda kësaj force politike, një situatë konfliktuale krijohet, kështu që këtë se shmang dot. Më fal. Nëse është një parti normale, nuk ka pse të krijohet. Në çdo parti në botë ka njerëz që mendojnë ndryshe dhe i shprehin. Ka parti normale këtu te ne që është dëgjuar zërin ndryshe te majoranca për shkakun, Partia Socialiste është dëgjuar asnjëherë tek Partia Demokratike, duket që s'po ndodh, kështu që pikërisht në partitë tona, si Partia Socialiste, ashtu dhe Partia Demokratike, janë parti me mendësi totalitare, të cilat akoma nuk janë shkruar nga mentaliteti komunist. Pra, këto parti nuk e pranojnë mendimin ndryshe. Në këtë parti, nëse thua mendim ndryshe, ke bërë herezi. Pra, në këtë parti, një parti e cila nuk e duron dot mendimin ndryshe, nuk është më parti. Është një sekt, është një organizatë okulte, është gjithçka po vetë se parti. Dhe në kushte të tilla shkatrohet një forcë politike? Jo, ajo partia është në një forme nëse ndodhin episode të tilla brenda saj? Absolutisht jo. Ajo parti është shkatruar që në momentin që nuk pranon dot mendimin ndryshe. Ajo është një sekt, nuk është më parti, ajo ka vetë shkatruar veten. Pra në momentin që dikush flet dhe thot disa vërteta, thot qoftë gabim, edhe nëse ka gabim, po thot të vërtetën e vet. Partia është një organizatë e cila nuk mund të funksionojë nëse nuk pranon, sepse përndryshe do reduktohet në një grush njerëzish të verbër të cilët do jenë luftë në gjithë botën. Pra do kthehet në një organizatë fundamentaliste, ashtu siç është kthyer dhe po kthehet Partia Demokratike. Pra, domethënë, në thelb nuk përçan ai që thot vërtet apo thot mendimin ndryshe. Përçan ai që nuk e lejon mendimin ndryshe. Ai është përçarës. E para. E dyta, ku mund të shkojë më keq se kaq Partia Demokratike? Çfarë mund të bëj Saliani më keq se kaq? Domethënë, nëse është një parti e cila nuk mbledh dot më 200-300 vota. Pra i ka bërë keq. Këtë po thua. Po më keq se kaq s'ka çfarë të bëj. Të keqen e ka gjetur midis nesh Saliani, pra e ka gjetur midis Partisë Demokratike. Partia Demokratike më keq se është, nuk mund të shkojë, kështu që Saliani s'ka çfarë të bëjë më keq. Saliani po arriti, mund të përmirësojë një gjë, nëse vërtet ka sukses. Po nuk pasi sukses do rri po kaq keq sa është. Unë nuk shoh. E ka humbje në xhep, themi ne. Po. Po pikërisht, m'fal, Partia Demokratike sado të jetë, nëse ai nuk ngrihet dot në nivelin për të mundur Edi Ramën, ajo nuk e kryen dot funksionin, se ajo është një parti e ngritur, e ndërtuar për të marrë pushtetin. Nëse është e paaft, pra paaftësohet për të marrë pushtetin, ajo është një parti e sakatuar, pra nuk mundet më të kryejë funksionin që është. Pastaj nuk ka rëndësi më nëse është një copë kjo e paafta për të mundur pushtetin apo është në 3-4 copa. Kjo s'ka pikë rëndësie. E para kjo, e dyta ka një gjë tjetër. Në momentin që kjo parti është ngurtësuar dhe është kthyer në një instrument të interesave private, klanore, familjare të një personi, siç është Sali Berisha, kjo parti nuk mund marrë dot vota për të mundur Edi Ramën. Kështu që sado çfarëdo që të bëjnë nuk ngrihet dot. Atëherë, flukset e reja që dalin nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se mund të kapitalizojnë votat të cilat rrjedhin nga Partia Demokratike, ikin. Sot janë 250.000 vota që nuk shkojnë të votojnë fare dhe te Partia Demokratike nuk shkojnë. Atëherë, flukse si ky i Saliani apo të tjerë mund të rikthehen në kutitë e votimit këto lloj votash. Kështu që kjo nuk është kurrë gjë e keqe, sepse në fund fare tkurrja dhe zvoglimi i Partisë Demokratike shërben vetëm Edi Ramës. Atëherë në këto kushte më mirë të kemi 3-4 parti në opozitë, të cilat kapitalizojnë vota që nuk dalin të votojnë për shkak të partisë, se sa të kemi një të bashkuar e cila i lë votuesit jashtë.